Përgjatë stinës së verës, fshati Panaja thahet për ujë të pishëm. Banorët tregojnë se në ditë në fshat vijnë vetëm 30 minuta ujë dhe më pas ndërpritet. Kjo që sipas banorëve është e pamjaftueshme që të mund të mbushësh ujë për nevojat e ndryshme që ka shtëpia apo familja. Banorët tregojnë se edhe uji që vjen në çesmat e tyre është i papishëm. Sipas banorëve, ai është ngjyrë verdhë dhe shpesh herë i ndotur. Për ujin që konsumojnë, ata thonë se e blejnë. Kjo situatë në Panaja sipas tyre ka ardhur si rrjedhojë mungesës së investimeve ndër vite. Banorët pohojnë se paguajnë çdo faturë të ujit të pishëm, por sërish nuk kanë ujë. Për ujin e pishëm ata paguajnë 2 herë, atë që blejnë për të pirë edhe faturat mujore. Si familje kemi. Hajde këtu me mua, ja, ujë i pishëm është, ujë është. Hajde me mua. Ja, një familje këtu janë shtirë tubot sipër. Ja, ujë është kë, ja. Ja, tjetëri këtu që vjen ande ashtu. Në përbaçat e tjetrit nuk jeton ky që kanë kaluar tubot këtu. Se po tjetoj ky si le, kush i lën obat. Si situata e ujit të pishëm në fshat? Po këtë ujë kemi. Po vjen një orë gjysmë, më shumë një. Është i pishëm? Po i pisët, ai nuk bën as për em. Për të pimë, neve si familje kemi marrë filtër. Pa vinë boti, që ashtu. E paguani ujë? Po qysh nuk e paguajme? Paguajme, kemi dhe me sahat. Ja, po kemi investimi kush është. I ka shtruar vetë privatët, ja, investimi. Se i ka ndërtu? S'ka zot. Nuk ka zot. Ju i keni shtruar vetë këto? Vetë. Keni paguar nga xhepi? Çdo njëri vetë nga xhepi. Ja, kjo është qeveria, ja. Shikoni qeveri? Kjo është. Fare mirë, në që gjështë edhe vakë, por e bitë, njëzit po me rohen. Për të paguar, paguajnë edhe për të marrë ujë nuk furnizohemi me ujë. Sa ju vjen? Si që shi, ujtë vjen në ora 10, pritë, në ora 10, gjithsej vjen një gjysore ujë edhe s'ka më të bëftë nëna. Me të keqë, kush ka në impuls, vjen e mbushtek neve që kemi, kush s'ka, me rohet. A pijet ajo ujë që vinë në qezër nëna? Nuk, jo, ajo ujë që vjen në qezër nuk pijet, po të paktën për gjellën, për enën, për kështu e përdorëm. Për të pirë blejmë në vlorë keqe, nëna. Po para disa vite që shbër një investim për U bë një investim edhe thanë që nuk mbajtë tu, po do të vi filan vëd në kratë tjetër. Bën dhe një nështi dhe nështi me zi thonë që po shpërndaj në qikse. Ja kështu të kusha kërba. Faturat të gjithi paguajnë e se shkoj atje mos besoni, si përfundim, populli mori lemerin o bitë. E në pleqëri, me se të këthem dhe ne me 150.000 lek pension. Ja me ndojë një vetë. Në ti për ujë paguan 2 herë? Po normali se do pi ujë, hajde shikoj e ti ujë. Vjen na poqemi boti, bushëm 2 bidona atje të poqemi neve, edhe shtym javë. Vjen prapë martën tjetër, vjen javë, vjen aji, vjen martën tjetër aji, bushi prapë. Gjitha me lekë, pa të veçsi. Ne kemi patur problem, çdo mos fshati Panajas. Problem. Tashi vinë 3-4 orë, po të pak ne kemi problem zgjidhur. Për momentin e kemi problem, 24 orë ujë nuk ka, se ato janë gënjestra gjitha. Po të paktën mbushim merët, mbushim bolera. Si është ndarë kjo me zona, se disa banorë thonë që kemi gjysmore, ju thonë që kemi... Jo, instalimi që është bërë, për mua nuk është bërë. Se u të thonë po më të rea, për atë firmën... U bëj një investim, se në kone... Këtu janë bërë 10 do me thënë 10 herë investime, janë talë. Ky investimi ishte i përsoso. Po, për mendimin tim, duhet shtrihesh linja, që na pombat do shtrihesh komplet instalimi. Edhe çdo njeri, çdo familje do të merrte intubacion. Po si funksionon? Tash këtu ka gati 600 metra që kanë marrë linjën, intubacion, po mos kishte bolera. Edhe pusë çdo gjë ishte, prap nuk është problemi zgjidhur. Vajtëm 36 vjet ose më në vllaj. Ne në konet qethmuri që unë kam urryer unë në Roxhen, nuk e kam dashur të hajmë bukë të misër. Pra tani kur hajmë bukë të misër. Ku vin puna 24 orë ujë. Sot janë bërë mbi 10 herë investime vetëm vite. Jo për mua, po as për ty, as për këtë vajzë dhe re, Shqipëria nuk bën rrugë. Fshati Panaja që i përket njësisë administrative qendër është vetëm 20 km larg Vlorës, por as distanca e afërt nuk ka mjaftuar që si në qytetin bregdetar, edhe aty të ketë investime për përmirësimin e furnizimit me ujë të pishëm.